Për çdo çështje për çdo fjalë, sahabët dhe njerëzit në atë kohë pyesin profetin: a është prej tij apo është shpallje nga Allahu? Me qëllim që të qartësonin qëndrimet e tyre. Por, duhet të dihet se profeti nuk ka patur dy personalitete në çështjet e përgjithshme të posaçme. Ai ka patur një personalitet, cili ishte trupi i gjallë me mesazhin hyjnor. Profeti ishte Kur'an folës në çdo aspekt të jetës së tij, qoftë në vepra, në thënie, në miratime, vendime. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ai nuk flet sipas qejfit të vet, por ajo që thot është vetëm shpallje e Zotit që i vjen atij. Ajeti 3 dhe 4 i surës Najm. Allahu thot po ashtu për profetin në Kur'anin familjar: jo, për Zotin tënd, ata nuk do të jenë besimtarë të vërtet, derisa të marrin ty për gjyqtar për kundërshtit mes tyre. E pastaj, të mos ndjejnë kurfar dyshimin ndaj gjykimit tënd dhe të binden ty plotësisht. Ajeti 65 i surës Nisa. Dhe në surën Ahzab në ajetin 21, një ajet i mrekullueshëm ky për të gjithë ndjekësit e Ehli Bejtit, e profetit Muhammed, Allahu thot: në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe përmendshëm Allahu. Ajeti 21 i surës Ahzab. Profeti është shembull në gjithçka. Ai ka qenë i pastër i pamëkat që gjithë jetës së tij, që në vegjëli e deri në fund të jetës. Fjala e tij me veprën kanë qenë një dhe nuk lëviznin, dhe kur nuk binin ndesh me njëra tjetra. Profeti ishte shembulli më i përkryer për mbar njerëzimin, sepse ky profet përfaqëson të gjithë vlerat e larta morale dhe ato njerëzore. Toka nuk ka parë dhe nuk do të shohë njeri më të dëlirë dhe më të pastër se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij.